Ky mal në fshatin Zajm të Klinës, sipas Aslan Morinës, është pronë e familjes së tij që nga viti 1973. Por sot, mbi 2 hektar të kësaj sipërfaqeje figurojnë të regjistruara në emër të personave të tjerë, të cilët thotë se asgjë i njeh. Gjitha këto pruna, na I kena blenë 73-ën. Kena filluar me procedura në 2018-ën. Në gjykat, I kena bënë gjitha padit e tukave, kena truje, 6 truje, kem krejt vllaznet, 2 hektare 4 atari. Ndërtu, një akon nemet stinra të Sav Gjokiqit, si e kena bon pa dijen, ham për trull edhe për që të pruen që të qe, si pa shëjet. Në këtë pruen për fshëjen 2 hektar e gjatë e 1 ari. Mal, që ky mali se kena këtu përballë. Sipas padisë së dorëzuar në gjykatën themelore në Pej, Dega në Klinë, Morina pretendon se mali I regjistruar si parcelë kadastrale me sipërfaqe prej 2 hektarësh e 61 ari është blerë nga familja e tij më shumë se 5 dekada më parë nga ish-pronari serb Gjokić Radosav. Ai thotë se prona është frydzuar pa ndërprerje deri në vitet e fundit, kur ka zbuluar se mali ishte ndarë në 2 pjesë dhe se njëra prej tyre ishte regjistruar në emër të një personi tjetër. Kur na shkuan gjykat me marr vendimin, jem shku aty në seancë, edhe I kum pas 2 dëshmitarë. Kur na shku aty, ka qitë gjykata, krejt gjitha lanë, kena kuptuar se qëta 2 hektarë kanë kalunën para 2 jave nemen qëti bunjakut. Gjykata a habit. Qysh, të njëjtën parcelë, me të njëjtën shifër, me kalu vetëm 2 hektarë gjatë 1 ari me dalën nemen tonin. Edhe këtë prunat kanë dalë nemen tonin vetëm qëta 2 hektarë. 2 hektar të malit të tij, ai mësoi se ishin regjistruar në emër të Xhevdet Bunjakut nga Vushtria. Sipas Morinës, kjo ka ndodhur pas një akt gjykimi të vitit 2019, për të cilin ai pretendon se është nxjerrë mbi baza të pavërteta. Për këtë arsye, Morina ka dorëzuar edhe kallëzim penal për mashtrim dhe deklarim të rram. Na jem të dyshu, mas parin gjykat, si që kja është kunën në mënyrë pa rregullt. Që kja Mileva, ja ka qitë qëti Bunjakut, malin të paletshëm. Tash Mileva në penzion. Mileva në gjyqtarja, aja për 10 ditë ja ka qitë qëtina Bunjakut, e ka kalu prunën tënë, e ka kalu në qëtina Bunjakut. Që ky Bunjaku e ka morrën fletën poseduse, a shku të njëjtin atëherë që ky Bunjaku, edhe e ka bon kontratën, të njëjtin atëherë, a shku në njëjtën gjykat, ja ka qitë qëtina Besfortit. Besfort Kamerit. Ja ka qitë në 2 hektarë. Te bedrigodon si ka bot 2 kontratat. Ham Bunjaku se e ka bon përmes edhe ja ka bon edhe këtij Besfortit. Tash 2 kontratat janë të bedrigodonsi për të njëjtën prunë. Në korrekt të vitit 2022, gjykata e Pejës aprovoi masën e përkohshme të sigurisë duke ndaluar çdo shitje, dhurem apo ngarkesë të pronës deri në përfundim të procedurës gjyqësore. Por sipas Morinës, pavarësisht kësaj mase, mali I është futur në hipotekë deri në vitin 2039, çka ai e cilëson si shkelje të drejtpërdrejtë të vendimit gjyqësor. Bon pa dia në 2022-ën. Në 2023-ën kë ka depërtonën, e ka pas ndalesë 2023-ën ja ka bonën qëtina Besfort Kamerit, ja ka qitën 19 vjetin. Besfort Kameri e ka marrë ka shti hipotekë. Tek të në 2039 tash që ky mal 2 hektar është hipotekë. Kiks Kosova ka kontaktuar edhe me drejtorin e kadastrit në komunën e Klinës, Nikson Daka, për të sqaruar situatën. Sipas tij, mali në fjalë për të cilin Aslan Morina pretendon se I është ndarë në 2 pjesë, thotë se figuron në emër të disa personave të tjerë. Parcela me numër 2-257 ZK Drenoc me sipërfaqe 2 hektar, si dhe parcela 2-258 ZK Drenoc aktualisht nuk evidentohen në emër të personave që ju I përmendni. Parcela me numër 2-257 ZK Drenoc evidentohet në emër të një personi privat I cili ka realizuar kalimin e pronësisë përmes aktit notarial, për të cilin përgjegjësi mbajnë noteri dhe palët në marrëveshje, ndërkaq parcela numër 2-258 ZK Drenoc nuk evidentohet
prezentohen në emër të Gjokic Toma Radosav nga Zajmi i Klin, por në emër të një personi tjetër privat, identitetin e këtij personi nuk mund ta zbulojnë për shkak të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. Nga ana tjetër, ai shton se drejtoria e kadastrit nuk ka marrë ndonjë urdhër për ekzekutim të ndalimit të tjetërsimit të parcelave. Lidhur me pretendimin se gjykata themelore në Pej Dega në Klin, me aktvendim të datës 8 dhjetor 2021, ka urdhëruar masa të përkohshme për ndalimin e këtij tjetërsimi të këtyre parcelave. Asnjë aktvendim i tillë nuk ka ardhur për ekzekutim në drejtorinë për katastër, gjeodezi dhe pronësi në Klin. Gjithashtu ju informojmë se parcelat për të cilat po parashtroni pyetje janë duke u hetuar nga organet e hetuesisë. Kiks Kosova ka kontaktuar edhe me noterin Bedri Godanci, tek i cili Morina thot se kishte bërë marrëveshje për përkthimin e pronave në emër të tij. I njëjti i tha Kiksit se ka 1 vit e gjysmë që është pensionuar. Megjithatë, në rastin konkret, sipas tij, banorët mund të kenë dhënë deklarata, por jo të realizonin kontrata.